day come to me and say, Don Corleone, give me justice. You come into my house and you ask me to murder. Të mërkurë në Pantheon vjen ikona e kinematografisë botërore Marlon Brando. 50 vjet performancë, 40 filma, 2 çmime Oscar, 15 fëmijë, 3 gra dhe një jetë mbushur me aventurë. Ky ishte aktori i cili fitoi zemrën e të gjithëve dhe revolucionarizoi konceptin e interpretimit aktorial në film. Role që e përjetësuan, jeta pas ekranit, historitë e dashurisë me yjet e Hollywoodit, vitet e fundit të jetës dhe shumë detaje të panjohura. I never wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. I ftuar në studio artisti Mirush Kabashi, vin të mërkurën në orën 20 me moderatore Nisida Tufa,